bashkë se të më interesu as sa kushton çmimi, as ka pe blejnë, as ka pe bin. Unë po duam furnizu si qytetarë që kanë. Mirë, po këtu ka ku deshta me dalë. Kur nuk kanë mungu çdo debate, kur nuk kanë mungu hulumtime, kur nuk kanë mungu ekspertiza për jashtit, kur nuk kanë mungu këto ide alternative. Një pjesë e madhe e shoqërisë civile ku bën pjesë edhe grupi juaj ka thonë, "Ok, na duhet me shku preventiv për 20 vjet të ardhshme, në kohë më kujtohet atëherë 3-20 që ka qenë 20. E kena pas obligim. Krejt që tu, po e kena pas obligim, po jo që lema veç ta ndërtoj mendimin tënd. Deri te ardhja në pushtet e Albin Kurtit, kur ja niskemi na fol, ka dalni se këtu nuk është generatori, po rotori, apo do, edhe këtë që tu janë këtë beteja e qytetarëve të Republikës Kosovës, mekanizmat shtetit, ministrive, organizatave jo qeveritare, media, këtë që tu, këtu për na mund në fund vish një interes, e që është interesi i mafjas energjetike të Kosovës, që këtë vjen përfundimi, për shkak se ti në krejt qëto tema diskutimi, në krejt qëtë energji, që e mekanizmat shtetit, e besa investime milion, që tash kena me dalë edhe të pjesa e investime në eficiencë, këtu në fund rezultatet janë zero. 20 vite, Kosovës i ka kushtu 1 miliard euro importi energjisë elektrike. Paramendoje, tash. Na, për 20 vite, u dash me menu edhe me shpresu qysh na me ullë që të kosta. Edhe për 5 vite tash, për na del barazimi 1 miliard euro. Dhe me krejt që to diskutime që në bo. Prej kur unë jem gazetar, e dije, prej kur e kje indepin, që to tema trajtohen. Që ka ndodhë? Efekti nuk është që qytetarit i sigurohet dhe i garantohet energji 24/7, ki probleme edhe dimnin e fundit, patën probleme me... Jo, s'kena pas një ditë. Te unë jena të jetu në Prishtinë qëtu, e nuk jena jetu në Drenës të Malisheves atje, ku ne kom familjar e që në balafaqua natën e vitit 3 me 6 orë mungesë të energjisë elektrike.